Dhe kalojmë tek këto ishin perimet e marinuara, le të kalojmë tek receta e fundit në këto minuta që kanë mbetur në dispozicion, se pastaj do të ndjekim horoskopin që nuk arritëm dot dietë të transmetoheshe dhe më pas në rubrikën tonë Klima dhe Shëndeti me doktor Ylli Meja do të diskutohet rreth vlerave të propolisit, të rigonit dhe të vajit të rigonit. Krepa me shije salcice, 200 gram miell, 100 ml qumësht, 3 vezë, 1 majluge krip, 1 majluge sheqer, 100 gram prosciutto e grirë, 50 ml lëng panxari, që kjo është opsionale për t'i dhënë ngjyrë të kuqe krepave, majdanos i grirë, gjalp për lyerjen e tiganit. Pra, në ekran keni të gjithë produktet që duhen për përgatitjen. Vezët, dhe kurimit e vezët, a përqen? 3 vezët tona Ovital, që kemi zgjedhur madhësin medium. Mos u shqetësoni. Prandaj them vazhdimisht, lajini vezët të fillim përpara se t'i vendosni në frigorifer, sepse normalisht kanë bakterje. Po. Bëjmë një përzierje shumë të mirë me pakës krip. I shpërbëjmë, ndërkohë edhe aty ku shkove dhe aty që ndron, sepse është vendi që ti fort e do. Që ti pjekim, do të përdorim, ti presim besoj në feta parizierin nga Isai. Direkt. Produktet e sallameris Isai na sjellin një shport të tërë varietetesh të produkteve për t'i përdorur në gatimet tona të përditshme, në paketimet e thjeshta, ekonomike dhe shumë të shijshme. Duke patur parasysh dhe eksperiencën me të cilën Isai qaset në tregun ton, mbi 30 vite, na sjell një gamë të gjerë produktesh cilësore që tek ambalazhimi ashtu dhe tek përzgjedhja e lëndës së parë, sepse e para pasioni për traditën edhe patjetër që respektimi i cilësisë edhe sjellja e një shije unike bën që të jetë zgjedhja e konsumatorëve. Shtojmë edhe avash. Niki, ja përzgje pak ti të dyshit, të nënta po e çoj. Në përzgje pak këtë. Sa të filloj unë të merrem pak me prosciuton. Po. Po ta shtojmë këtu brenda prosciuton, prerë në copza e grinë. Nuk ta pres fare në copza, sepse mua më duhet që të jetë e njëtrajshme. Ne shtojmë ka një shije dhe aromë delikate, parizjeri në feta. Mund të përzjedhim produkte të tjera në fakt, sipas shijes që duam t'i japim këtyre krepave. Por është e butë, prandaj dhe i ri më së miri. Jo, e kam fjallën që qënë se kemi në shport edhe salcice, të cilat janë të buta me mish pule, mund të jenë një opcion të cilat i grini aty në grirësen e qepës dhe i shtoni tek brumi. Po, bëhet një brum. Më tha fyti. Delikat, i kadifent, kur thot Albana, i but, kremos. Darim. E ja, gati. Po, beso dhe kontrolo. Po. Shkrim tani këtu në temperaturë dhe gjalpi. Kjo është e duhura. Tani përzim, mirë sërish edhe njëherë për herë të dytë me parizierin. Do të shtoj. Kjo të gjithë normalisht se kaq mas. Prandaj e kalojmë në blender. Do edhe pak. Po. Do edhe pak. Duke pak kontrasti i ngjyrave dhe i shijeve, plotësoj njëra tjetrën mbi të gjitha. Derisa fillon dhe për pak si ngjyrë roz. Është opsionale me panxar. Ja shtojmë një panxar të shtrydhur aty. Marrim një ngjyrë tjetër. Derisa kjo masë të jetë
Po. Tani, do të na duhet besoj një garuzhde, që ta shtojmë lug-lug këtu. Masa është gati, tani leti skuqim. Tani, let's go! Tani ta kështu. Follow me! Po I bëjmë që kështu të plota, jo krepa klasike. Ja. Dhe pastaj mund të ndahet, pse jo? Mbushja është e gjitha, kam edhur një copë të madhe me gjalp dhe Ja të marrë unë edhe një pjatë. le të piqen. Tani, nëse I duani pak më të holla, mund të shtoni vetëm një garuzhe, por duke qenë se brumi vërtet është I butë për krepa, pak më I plot faktikisht, por duke qenë se I shtuam edhe parizierin, nuk mund të përhapet ashtu rrjedhshëm siç ndodh në një brum të papërzier me produkte të tjera. Andaj I shtova edhe një garuzhe tjetër që të jetë e plot. Sepse kjo edhe mund ta mbushim me djath. Mund t'i shtojmë fara përsëri si të duam. Në shijen tonë është e lëm të piqet nga një ranë që ta kthejmë nga ana tjetër, përsërisim edhe produktet. Edhe me farat e Susanit, me farat e Kias. Po ja shtem madje kështu dhe kur ta kthejmë nga ana tjetër, ja, unë kështu e bëj për shembull. E mbush këtë pjesën me Po, edhe këtu të lutem në shto ose këtu brenda. Farat janë tamam të gjithanshme, kudo mund t'i përdorim. Shijen e ndjem teksa I pjekim, sidomos farat e susamit, kur piqen kanë një shije karakteristike për aromave Po të duam që ta bëjmë pak, po të ka difejnt. Një dhe në qik vaj, tash do të Pak presim vaj që të piqet bimor, nga një ranë. jo gjalp, ja. Shumë bukur. I përsërisim përmbledhim dhe njerë produktet, ne jemi në momentet e fundit të hapësirës së gatimit, përgatitim tani krepa me shije parizieri, salqiqe, çfarë të dëshironi ju nga produktet e shportës toni saj. 200 gram miell, 100 ml qumësht, 3 vezë, 1 majluge krip, 1 majluge sheqer, 100 gram prosciutto e grirë, 50 ml lëng panxari opsionale, majdanoz I grirë dhe I gjalp, sigurisht për lyerjen e tiganit, dhe ju mund ta përgatisni me gjalp, me vaj, si të doni ju, me gjalp kokosi, çfarë të keni dëshirë dhe shije. Atëre na duhet edhe pak sepse duhet të bëhet më tepër. Të piqet mirë. Shikon, është e lidhur lëngshme masa. Plus që kemi dhe në çik yndyrët, tepër dhe po e kthyem Po gjithsesi. të duam, po të duam ne ja. Pitja jon vazhdon të piqet. Sipër dhe e kthejmë. Bukur. Sikur mbaruam duket me gjitha produktet. Pas ka produkte të tjera, do gatuajmë prapë. Tani kemi Do më përbelulin. për shefin ton nga një kafe. Ne ju falenderojmë, do vazhdoni të ndiqni përshkrimin astrologjik të kësaj jave për 12 shenjat e zodiakut me astrologun Jorgo Pulla dhe më pas në një komunikim me doktor Ylli Merian për propolisin flasim, për vlerat si prodhohet të dallojmë në treg, çfarë tregon propolisi për shëndetin ton dhe për rigonin dhe vajin e rigonit. Ne vazhdojmë t'i pjekim Kjo është e jotja dhe tjetra është e imja. Kjo është e imja, se e mbusha mirë edhe me fara susami. Faleminderit dhe njerë për vëmendjen tuaj, ka publicitet.